Aq më tepër ne që njohim Edi Rama ka kontrolluar çdo gjë që është botuar aty, ka gjetë botuesi, një institut arkitektëve, na duhet një shkrim etj. Për të prodhuar një monument me shkronja të madhështisë vet, aty siç kemi monumentin në qendër Tiranës me kokën e Skënderbeut numër 2. Pra, Edi Rama është autori i atij libri që sot thot unë vetëm parathënien që më kanë kërkuar kam bërë. Problemi është, kush është ndryshimi midis Edi Ramës, autorit, iniciatorit, nismëtarit të librit dhe Edi Ramës që thot unë mua vetëm parathënien më kanë kërkuar. Është kjo protest që ka ndodhur prej një muaj. Pra, dhe kjo na bën të kuptojmë se cila është rëndësia pesha e kësaj proteste. Sot Shqipëria, ndryshe nga dje, ka më shumë nevojë për llogaridhënie, ka më shumë nevojë njerëzit në rrugë po e tregojnë që ne duam dim ku i çon paret tona, ç'bën me projektet tona, ç'bën me llokmat e Shqipërisë, dhe kjo e ka detyruar Edi Ramën nga njeriu që thotë dëgjoj, unë jam njeriu që po i zhvilloj me këta arkitekt, njeriu që thotë unë s'kam lidhje me këto projekte, por unë më kërkuan vetëm një paradhënie. Ndërkohë që të gjithë e dinë, edhe po të shfletosh 700 faqet e atij libri e kupton, të gjithë arkitektët thonë më ka thirrur Edi Rama, më gjeti Edi Rama në Instagram dhe më ftoi të bëj një projekte në Shqipëri, Edi Rama më lidhi me filan investitor dhe më tha bëja pak projektin këtij etj. Pra, sot Edi Rama po fshihet nga Shqipëria që ka dizenjuar vet. Edi Rama e kupton që Shqipëria që ka dizenjuar vet dhe që gjendet në faqen e atij libri është një Shqipëri që Edi Rama në çon burg. Dhe Edi Rama, pasi na ka servirur për 13 vjet këtë Shqipëri, sot po bën rolin e të pandeurit që do avokat dhe thotë jo, kjo nuk është Shqipëria ime. Kjo është Shqipëria që u kanë bërë këta arkitektët. Kështu e kam kuptuar unë gjithë fazën. Do të nisjem nga ai teksti kontrovers si arkitektit, duke qenë krejtësisht i paaft për ta gjykuar atë në profesionin e tij. Për tekstin e tij mund të them një gjë që humor apo dëshirë, cinizëm apo vullnet, më së paku është një 500 vjet mbrapa. 500 vjet me vonesë, në kuptimin që ai tenton të thotë që Edi Rama është meceni i këtij lloji arti vizual. Mos replikojmë to, edhe kur e vendos mos replikoj. Po pse marrë këtu fajin arkitekte ka? Ndalojmë ke Ramën. Po thoshta atë. A dëgjoj deri në fund. Se mbase mund të replikosh me veten. Okej. Pra, nëse kjo ishte një gjë e mrekullueshme fjala vjen me Firenze, me familjen e madhe Medici, që ata ishin kujdestar të artistëve më të mëdhenj të epokës, të Michelangelos, të Da Vincit. Rama nuk mund ta bëjë këtë gjë. Nëse vim në kohët moderne, kjo gjë mund të ndodhë me Dubain, me Katarin, në Daciu dhe me Teheranin e nesërm, po jo me Tiranën e sotme. Në demokracie. Deri tani ka ndodhur. Po pra nuk do të duhej të ndodhte. Mund të ndodhë me Teheranin e nesër, po nuk do të duhej të ndodhte. Ata Dubai e bëjnë dhe janë krenar. Pikërisht. Pra, ne shqiptarëve duhet të themi, jeni për modelin e dubajzimit që ju ofron Rama? Jo, e kam në sepse nuk mund bësh, edhe sikur jenë demokraci, por dhe të veprosh në Dubai. Këtë të dytën po them. Kjo është puna. Nëse ne do të ishim në gjirin persik apo do të ishim diku në Azi, dhe Shqipëria të ishte një emirat, kjo do të ishte një gjë e zakonshme dhe le të duartrokisim të thoshim emiri ynë i ndritur. Në demokraci kjo nuk funksionon. Nuk funksionon dhe është e gabuar. Nuk është detyrë një kryeminist të vizatojë horizontin e Tiranës, as të vizatoj Bregdetin e Shqipërisë, dhe kjo krijon pikërisht këtë lloj konflikti me